Të dashur shqiptar, ka ndodhur diçka shumë e rëndë. Janë zbutur brirët e drerit të Shqipërisë, një lloj sikur të ishin banane. Siç prishen bananet, janë prishur brirët e drerit. Si ka ndodhur një gjë e tillë? Pra, austriakët, duke dashur ta mbrojnë Shqipërinë nga kthetrat greke, janë përpikur t'i shpjegojnë fjalët ilire nëpërmjet fjalëve të shqipes. Dhe fjalën me sape, Brendon, që është emri i brindisit në Itali, ata e kanë nxjerrë të lidhur me fjalën shqipe brini. Pra briri i drerit, sipas tyre. Unë këtë kam pranuar sepse këtë kanë thënë njerëzit më të zgjuar të botës. Mbi të gjitha ky është zbulimi i Joklit. Dhe nuk e kam dyshuar një gjë të tillë, madje kam bërë një film për këtë, do ta shikoni, ku e kam përkrahur plotësisht Akademinë Austriake. Mirë po, duke dashur që ta provoj akoma më shumë që kjo është fjalë ilire, unë lexoj që Plini thotë që gjuha me sape është dialekti i tretë i Japygëve. Dialekti i tretë i Japygëve? Po, thot Plini, Japygët vinë nga Dalmacia, shkojnë në Itali dhe ngrenë 3 komunitete. Dhe Plini thotë që këto ilirë vinë nga Dalmacia për në Itali. Ato ngrenë 3 komunitete. Komuniteti i parë është Peukes, Peuketët, nga fjala pish në helenisht. Komuniteti i dytë është Daunoi, nga fjala Daunos, ujk në helenisht. Dhe komuniteti tjetër është Mesapia, Mesapët, nga fjala mes, në mes, si në Shqip, dhe apja uj. Në rregull, unë isha shumë i lumtur për një gjë të tillë. Dhe i mbajta brirët fort të drerit, brirët i lirë, brirët me sap. Mirëpo Plini thotë, të gjitha këto dialekte quhen Grajan. Grajan? U të mërova. Më ngjante shumë si fjala graikos. Po pra, fjala graikos vjen nga helenishtja dhe do të thotë si graja. E që do të thotë graja, të dashur shqiptar? Është emri i perëndis Demeter, perëndia tokës, perëndia që thinjet gjatë dimrit, plakët. Dhe gjatë verës, vajza e saj Persefona gjendet dhe Demetra rinohet. E jashtëzakonshme. Është miti i ripërtëritjes së natyrës në pranverë. Toka ripërtërihet, lulëzon. Pra toka gëzohet që vajza e saj Kore, ose Persefona, Kore i thon vajzës në helenisht, vjen në pranverë, ngjallet nga perëndia e vdekjes, me cilën ajo është rrëmbyer. Kështu e shpjegonin mesapët dimrin. Dialekti tyre quhet graja, që do thot grua e thinjur në helenisht. Dhe këto fise vinë nga fisi graja, ishulli graja dhe tana graja në Hellad. Ç'është kjo? Ngjan shumë me shqipen. Pra, vetë fjala grek do thot perëndia Demeter, perëndia tokës, gjatë dimrit. Vetë fjala Akaja, emri më i vjetër i Helladës, do thot ankthi i Demetrës, gjatë dimrit. Emri Akejve do thot perëndia Demeter. Po Demeter do thot perëndia e tokës. Dheu, mater i thon tokës në Shqip. Ua, po ç'është kjo? Pra, mesapët kanë folur dialekte greke. Vetë fjala grek do thot perëndia graja. Këta fise që u larguan nga Hellada, pastaj në Iliri dhe pastaj për në Itali, nuk e njohin fjalën Helen. Është më e vonë, Helen. Origjinali është graja. Në Greqi kjo quhet Akaja, gjithashtu Demetra. Ky është zbulimi im, ju betohem. Para se unë të bëja filmat për ju, asnjë se dinte për një gjë të tillë. Madje zbulimin për Akajan dhe Grajan e kam bërë mbasi bëra filmin për mesapët. Dhe tani, duke u përpjekur ta vërtetoj sa më shumë që ilirët janë shqiptar, lidhet me fjalën brini vërtet, filloj dhe lexoj akoma më shumë dhe gjej një gabim shumë të rëndë, të bërë nga Akademia Austriake. Ata thonë që këtë zbulim
e ka bërë Hezikësi i Aleksandris. E lexoj në origjinal Hezikun e Aleksandris dhe nuk thot një gjë të tillë. Hezikësi i Aleksandris thot që kjo është fjalë greke, Helene. Nuk thot as Ilire as Mesape. Brendos, thot ai, i thon kokës së drerit në greqisht. Wow. Ndërkohë që Plini thot që vërtet këto fise ilire flasin dialektin graja. Pra janë greke. E pra emri Brendon është në rasën kallëzore, emri brindisit, sepse në helenisht, edhe në gjuhën e prygësve, emrat e vendeve janë gjithmonë në rasën kallëzore, gjë që unë nuk e dija. Pra, në Shqipëri, Oros Skardon, mali Sharit është në rasën kallëzore, jo në gjinore si në Shqip. Edhe Brendon është në rasën kallëzore, por dhe Arbanon, emri i arbëris, është në rasën kallëzore. Oros Arbanon është gjetur në qytetin Arba, në Akaja, dhe Oros Arbanon është kryeqyteti i helenëve pranë detit Pontik, të dashur shqiptar. Arbëria jon ka kuptimin mal i bardh, Oros Arbanon. Po kjo është çmenduri. Emri i arbërit, i arbëreshëve, është emër grek, në rasën kallëzore. Principata e parë, princin e parë e ka grek, Progoni, do të thot mbesa në greqisht. Ky është princi i lirëve dhe i arbëreshëve. Por në shekullin e 13 të erës sonë, në mesjet. Pra, të dashur shqiptar, në qoftë se fjala brini është e lidhur me fjalën brendos, që është në emërore, por brendon në kallëzore, atëherë kjo është fjalë greke e pastër, sepse kështu lakohen emrat në greqisht. Brendos është në emërore, brendou në gjinore, brendoi në dhanore, brendon në kallëzore, brende në thirrore. Pra jam bërë specialist i helenishtes. I di rastat të gjitha përmendesh, po helenishtja e lashtë, jo greqishtja e sotme. Fjala brendon është greke e pastër, në rasën kallëzore, sepse kështu janë të gjithë toponimet. Emrat e liqeneve, emrat e lumenjve, emrat e maleve, në dialektin grajan dhe në ilirisht janë në rasën kallëzore, ndërkohë që në helenisht janë në rasën gjinore, si në Shqip. Ndërsa ilirishtja dhe varianti grajkos ose grajan janë gjithmonë në kallëzore. Të gjitha, emrat e qyteteve, maleve, fushave, liqeneve. Është një veçori e jashtëzakonshme e ilirishtes dhe e dialekteve grajan në Itali. Është diçka e veçantë e këtyre dialekteve. Tani kuptuat? Në qoftë se fjala brini vërtet është me origjinë nga ilirishtja, ilirët kanë folur greqisht, dialektin grajan, dhe këtë se them unë e ka thënë Plini. Dhe tani, si e bëra unë zbulimin e madh, gabimin që bëri Akademia Austriake. Në fjalorin e Hezikësit të Aleksandris nuk është në rasën kallëzore, është në emërore, brendos. Sepse Hezikës ishte i bindur që ilirët flisnin greqisht. Në fakt, po ta keni parë filmat e mi, ai quan të gjitha dialektet e pakuptueshme helene, pra thinasit, i quan iliristi ose gjuhë shtrembër. Dialekte që nuk kuptoheshin nga athinasit. Kjo është ilirishti. Dialekte helene të panjohura për athinasit, sipas Hezikësit, ju betohem, pra të Zot. Prandaj, Hezikësi përmend emëroren brendos, sepse ilirët përdorin kallëzoren brendon për kokën e drerit. Tani sqarimin e bën më të sakt Straboni. Dhe Straboni ka dhënë fjalën përkëdhelëse brention, por një lloj si në ilirisht, oulkinion, për ujkun, delminion, për delen,
Të gjithë emrat i lirë janë emra përkëdhelës në helenisht. Për atë Zot që është në qiell ju betohem. Fjala delminium nga dele është fjalë përkëdhelëse në greqisht ose ilirisht. Oulkinion, këlyshi i ujkut, në ilirisht është fjalë përkëdhelëse në greqisht. Ja pygët që vinë nga Dalmacia, do të thënë nga Kroacia, flisnin dialektin Grajan sipas Plinit. Po ti mbledhësh të gjitha pikat, formohet një ylber i bukur grek. Këto rrypat e ylberit janë ngjyrat e ylberit grek, dialektet greke të gjitha. Kur i merr të veçanta duken si të palidhura, po kur i bën bashk dalin të pastra dialekte helene të gjitha. Këto dialektet e bukura ilire, të folura në Dalmaci, në Mesapi, dhe me qëra fjala, Mesapët vinë nga Mesenja, që është mu në zemër të Greqisë. Zemra e Greqisë që është Mesenja, ose mesi i Greqisë. Mesenja do thot mesi. Po kjo, o Zoti i madh. Tani, u trondita kaq shumë, mu zbutën bananët të gjitha, briret e drerit. Dhe vendosa për ju ta përkthej në anglisht dhe pastaj në shqip këtë fragment të Strabonit. Do i bëj të gjitha përkthime në shqip, por ju duhet të çoni një peticion në Akademinë e Shkencave që të më japin mua një rrogë që mos punoj për një copë bukë për 4 banane, e kuptoni apo jo? Unë punoj për banane, nuk është turp. Unë duhet punoj për gjuhën shqipe. Në qoftë se gjuha shqipe lidhet me rrypat e ylberit helen, po mbajni tani, e kuptoni apo jo? Sepse në këtë tokë ilire kemi lindur. Pra unë do t'i përkthej të gjitha. E mirat do t'ishte që unë mos punoja për bukë, që kohën time të çmuar ta kaloja duke përkthyer të gjithë veprat e Strabonit, të Apianit në shqip, por në mënyrë të përkryer, jo kështu do si do, shpejt e shpejt. Dhe ky fragment që po përkthej më ka marrë shumë kohë dhe do t'ja tregoj se si është bërë. Ta shikojmë bashkë fragmentin e Strabonit. Të dashur shqiptar, kjo që po shikoni në monitor është dokumenti origjinal i Akademisë së Austrisë. Dhe këtë unë kam botuar për herë të parë në vitin 2004, e kam nxjerrë si film në internet shumë i lumtur që fjala brini lidhet me fjalën Brendon, që është koka e drerit sipas Hezikiusit të Aleksandrisë. Tani, këtu është normë të verdhë, është gabimi i madh. Këtë shpjegim nuk e ka dhënë Hezikiusi, e ka dhënë Straboni. Si është bërë një gabim i tillë? Gabimi i tillë është bërë sepse Jokli nuk e ka lexuar Strabonin. Pra, duke dëgjuar specialistë të tjerë të greqishtes, ai thjesht e ka marrë këtë fjalë, e ka shoqëruar me fjalën shqipe brini dhe ashtu ka mbetur. Sipas tij, brini i shqiptarit përkon me fjalën Brention të dialektit Grajan që thot pikërisht Plini. Për fat keq, Jokli nuk ka lexuar as Plinin, për fat keq, Jokli nuk ka lexuar as Strabonin sepse ai ngatron veprën e Strabonit me veprën e Hezikiusit të Aleksandrisë. Ky është një gabim shumë i rëndë që ka bërë Jokli, por e ka bërë nga dashuria për shqipen. Siç e shikoni, ai shoqëron fjalën shqipe brini me fjalën brendon. Mirë po, kjo është gjetur gjithashtu në gjuhën e Latvias, fjalë për fjalë i thon drerit. Dhe kjo shqiptohet në origjinal, unë e di sepse kam nxënës nga Latvia dhe ato shqiptojnë briedis. Dhe kjo briedis i thon pikërisht drerit, e shqiptojnë me një ije të gjatë, siç është tipike gjuhëve slave. Pra unë i njoh mirë gjuhën slave dhe kështu ata shqiptojnë dhe ngjan shumë me fjalën bri të shqipes. Por a është me të njëjtën origjinë? Kjo është e dyshimt. Por e kemi të sigurt që kjo vjen nga fjala brendon e ilirishtes,
e cila ishte dialekti Grajan, do me thënë nga ishulli Graja i Helladës. Këtë di me siguri. Tani Plini çka bërë, ka përkthyer në fakt veprën e Strabonit në gjuhën latine. Ta shikojmë Strabonin në origjinal. Këtu është fjala brendos, që është fjalë helene, do thot koka e drerit, dhe kjo në greqishten e sotme shqiptohet vrendos. B-ja është bërë V në shekullin e 10 të dashur shqiptar. Kjo është arsye që grekët nuk e kuptuan këtë gjë, sepse gjuha e tyre ka ndryshuar shumë me shekuj, dhe në gjuhën greke është zhdukur sistemi i rasave të vjetra të helenishtes, dhe janë zhdukur rasat dhanore dhe emërorja është shkrirë me kallëzoren. Pra gjuha helene ka ndryshuar shumë. Këtu të dashur shqiptar është zbulimi madhështor. Jo vetëm që kam gjetur që kjo është fjalë e Strabonit dhe jo Hezikiusit Aleksandris, por madje e di edhe fragmentin të saktë, është libri i 6, kapitulli 3 dhe fragmenti 6. Po ashtu Brentos, në gjuhën helene është djali i Heraklit, do më thënë dreri. Kjo është dhënë nga Stefanis i Byzantit, do më thënë një autor komplet tjetër në shekullin e 6 të erës sonë. Ky është origjinali në helenisht nga Straboni. Dhe Straboni nuk ishte me origjinë greke, ai e ka mësuar greqishten, ai vinte nga Azia e Vogël, ishte me origjinë lidiane, pra nuk ishte grek fare Straboni, dhe ai është quajtur sy shtrembëri. Strabo do thotë i shtrembër në helenisht. Grekët e kishin shumë inat Strabonin për dashurinë që ai kishte për ilirët. Dhe i kanë dhënë atij emra përçmues, sy shtrembër. Dashuria e Strabonit për ilirët kuptohet me këto emra me ngjyrë të kuqe. Brentesion është brindisi, pra është emër përkëdhelës në gjuhën helene. Ky emër përkëdhelës nga Straboni është krijuar një lloj si Oulkinion për Ulqinin dhe Delminion për kryeqytetin e Dalmatëve në Kroaci, aty kanë qenë ilirët. Pra ilirët kanë folur helenisht, të dashur shqiptar. Ky është përkthimi i përkryer në anglisht. Ky përkthim është bërë nga gjuhëtar amerikan në Universitetin e Chicagos, të dashur shqiptar. Pra, ky është bashkëpunimi im me Universitetin e Chicagos. Kaq shumë i tmerruar isha nga ky zbulim, sa që për përkthim në shqip kam shfrytzuar edhe variantin në greqisht, edhe variantin në anglisht, përkthimin amerikan, dhe ky është përkthimi i përmirësuar në shqip. Do të thënë, prandaj ju duhet të më ndihmoni që unë të marr një cop rrog nga Akademia e Shqipërisë. Prandaj ju lutem që të më ndihmoni të çoni një peticion tek Akademia e Shkencave të Shqipërisë që të më japi një cop rrog, një rrog për një mësues të zakonshëm, sa për të mbajtur frymën gjallë, në mënyrë që unë të mos punoj për banane, por të punoj për të përkthyer veprat e Strabonit dhe të Apianit në shqip. Dhe kjo kërkon shumë mundim dhe shumë kohë. Dhe përkthimi sakt në shqip është: në brendësi ndodhen Rodiae dhe Lupiae dhe pak më lart nga deti Aletia, ndërsa në mes të rrypit të tokës ose urës së dheut është Uria, ku ende mund të shihet pallati i njërit nga prisit. Kur Herodoti thotë se hyrja ose Uria ndodhet në Japygi dhe u themelua nga kretasit që u humbën nga flota e Minosit kur ishin në rrugën për në Sicili, duhet të kuptojmë se hyrja është në fakt Uria tek ilirët me sap. Brentisium thuhet u kolonizua më tej nga kretasit, qofshin ata që erdhën me Tezeun nga Knosi, ose ata që u nisën nga Sicilia me Japyksin. Tregimi ekziston në të dy variantet, edhe pse ata sipas thënieve nuk qëndruan të bashkuar aty, por u larguan nga Botiajeja. Më vonë, megjithatë, kur qeverisej nga mbretër, qyteti humbi një pjesë të madhe të tokës së tij nga spartanët nën udhëheqjen e Phalanthit, por prapse prap kur ai u dëbua nga Tarasi, brentesinët e pranuan dhe kur vdiq, ata e konsideruan të denjë për një varrosje të shkëlqyer. Vendi i tyre është më i mirë se sa i tarantinëve, sepse edhe shtresa pjellore e tokës është e hollë, prodhon fruta të mira
dhe mjalti dhe leshi i tyre janë ndër ato që vlerësohen shumë. Brentesium gjithashtu ka shumë porte. Këtu shumë porte mbyllen nga një hyrje vetme dhe janë të mbrojtura nga valët, sepse brenda formohen gjith të vegjël që ngjajnë brirëve të një dreri. Prandaj edhe emri, sepse së bashku me qytetin, vendi ngjan shumë kokës së një dreri dhe në gjuhën mesape, koka e drerit quhet Brentesium. Nga ana tjetër, porti i Tarantos për shkak të hapësirës së gjerë nuk është plotësisht i mbrojtur nga valët, përveç kësaj ka edhe disa zona të cekta në pjesën më të brendshme të tij. Pra emrat e vendeve janë origjinal në helenisht, sepse ashtu i shqiptonin ilirët mesap, sipas helenishtes. Termat specifik si gjuha mesape janë në fakt dialekte helene, sepse kështu thot edhe Straboni, kështu thot edhe Plini. Metafora e brirëve të drerit është bërë nga Straboni dhe kjo ka kaluar tek gjuha e Plinit. Pastaj kjo ka kaluar në gjuhën shqipe, të dashur shqiptar. Pra, ilirët kanë folur helenisht. Do më thënë, më bindës se sa ky film nuk ka asnjë film tjetër timin, sepse japygët quhen Helen në Dalmaci, të njëjtit japyg shkojnë dhe krijojnë 3 fise Helene në Itali dhe koka e drerit shpjegohet nga brirët e drerit dhe koka e drerit ka dhënë fjalën brini në gjuhën shqipe sepse kjo është metaforë në helenisht, brini, brirët e drerit, e kuptuat apo jo, është metaforë helene. Pra, për herë të parë, në historinë e Shqipërisë, kemi një dokument nga Plini, dokumentin tjetër nga Straboni, dokumentin tjetër nga Stefanus i Bizantit, dokumenti tjetër nga Hezikius i Aleksandris, nga të gjitha burimet e lashta helene dhe latine, thuhet që kjo është koka e drerit. Të dashur shqiptar, kjo është hera e parë në historinë e të gjithë filmave të mi, e të gjithë dokumentave të mi, që kemi prova të paluajtshme se kemi të bëjmë me dialekte helene. Të gjitha këto dialekte quhen grajan nga Plini. Të gjitha këto sqarohen nga Straboni, thuhet janë brirët e drerit, brini. Këto sqarohen nga Hezikius i Aleksandris. Brendos, koka e drerit. Kjo sqarohet nga Stefanus i Bizantit. I thonë Brentision është djali i Heraklit. Tek mesapët. Është lidhur e gjithë mitologjia helene tek brirët e drerit dhe kjo është përçuar në gjuhën shqipe si metaforë, brirët e drerit. Po janë fjalë helene të gjitha. E përsëris, të gjitha fiset ilire, japyge, dalmate që shkojnë në Itali flasin dialektin grajan. Dhe këta ilir e quhen veten grek. S'din gjë fare për Helladën, është emri më vonshëm. Fjala grek do thot adhuruesi Demetrës. Një lloj si Akaja, Akejas do thot adhuruesi i ankthit të Demetrës, gjatë dimrit. E kuptuat apo jo që ky ishte religjion, ishte besim, nuk ishte argëtim. Njerëzit jepnin jetën për këtë besim fetar, me sapët. Tani e kuptuat që ilirët kanë folur helenisht, dialektin grajan. Prandaj ne përdorim fjalën grek, jo helen. Shqiptarët nuk e përdorin fjalën helen. Ne njohim fjalën ilire, grajan. Demetra, grua thinjur. E kuptuat apo jo? Pra ilirët kanë folur helenisht, është e sigurt fare. A janë ata gjyshrit tanë? Ju vendoseni. Por fjala brini është metaforë helene për kokën e drerit. Me 4 burime të ndryshme të sigurta. Do më thënë të gjitha burimet e lashtësisë këtë thonë. Të gjitha. E gjithë mitologjia helene është ngritur mbi këto motive ilire, por ilirët flisin dialektin grajan. Do më thënë grek. Fjala grek do thotë si graja. Grua thinjur, Demetra, gjatë dimrit, të dashur shqiptar. Pra,
sot mori fund përfundimisht. Nuk ka më diskutim. Dyshimet e mia, që kanë qenë dyshime, këto janë prova të patundshme që ilirët kanë folur helenisht, dialektin grajan. Ju faleminderit për vëmendjen dhe të ham diamantet e zbutura. Çdo gjë është zbutur, bananet e zbutura, çdo gjë na u zbut në dorë, na u prish. Ato kristalet e diamantëve pas kanë qenë kristale uji që po shkrin me ardhjen e Persefonës në pranverë. Na shkrin diamantet Helene në duar, të dashur shqiptar, uji kemi në duar. Ujin e lumit drilon. Ta pim, të na bëj mirë. Mirupafshim.